Vështirësitë në komunikim, mungesa e ndërveprimit shoqëror, sjelljet e përsëritura dhe rrezja e kufizuar e interesit janë disa nga shenjat që tregojnë se një fëmijë mund të jetë autik. Autizmi mund të jetë i lindur ose i fituar, thot defektologja Ardita Curri. Ajo sqaron se prindërit shenjat e para i dallojnë kur fëmia arrin 2 vjeç. Gjithashtu u thekson se në këtë periudhë kohore duhet të evitohen pajisjet teknologjike, sepse të njëjtat, përveç që ndikojnë negativisht në zhvillimin e fëmijës, gjithashtu nxisin autizmin e fituar. Periudha kohore që fëmia mund të shfaqet autizmi ose mund të fitojë është mosha 2 vjet, 2 vjet e gjys, pasi që atëherë është shpërthimi i të folur tek fëmijët. Në atë fazë ka fëmijë që kanë regres, pësoj një regres në të folurit, që është një fazë kritike që mund të mirret edhe autizmi nëse fëmiu përdor telefonin, smartphone-at, nëse fëmiu është kontakt me kohë të gjatë me smartphone-a, atëherë mund të zvoglohet të ketë regres në zhvillimin e të folurit. Kjo është periudha ku fëmijët mund të fitojnë autizmin. Më mirë të ishte nëse nuk kanë qasje me telefonat, me televizorat, pasi që edhe televizori, pse mendohet se vetëm telefoni mund të bëjë dëm, edhe televizori shkakton një dëm të madh. Minutazhi mund të as pak, më mirë as pak, mirë po përdorimi i telefonit është më mirë nëse përdori në kohë 20 minuta mrena ditës, edhe pse nuk e rekomandoj, mirë po masi fëmiu ka të folurit funksional, fëmiu folën në mënyrë logjike, fëmiu procesin e ditës nuk ka problem të emërtoj. Fëmijë 2 vjet, 3 vjet folën mirë, e shohim se nuk ka regres në të folur, atëherë domin që mund ta shkaktojë përdorimi i telefonit është më i vogël. Curri deklaron se prindërit duhet të kërkojnë menjëherë ndihmë nga profesionistët në rastet kur vëren që fëmijët e tyre shfaqin sjellje jashtë normales. Çdo gjë që është e lindur është shumë e vështirë të shërohet. Ndërsa e fituara dhe nëse e vrem që fëmia është duke fituar disa elemente autizmi dhe nëse ne shumë shpejt miremi me atë problem, është shumë lehtë të trajtohet, pasi që e lindur e shfaqet më herët dhe menjëherë bëhet shqetësuese për prindin, menjëherë është më e lehtë për neve ta trajtojmë, pse është në fazën fillestare, andesa është e lindur, vetëm shkon të rritë shkalla nëse nuk trajtohet. Fëmijët me autizëm duhen mbështetur që të jenë pjesë e socializimit dhe inkluzionit. Prindërit ta marrin si diçka normale dhe të mundohen të kanalizojnë aftësitë e fëmijëve, apelon Curri. Nuk është sëmundje, është një çrregullim që secili nga këta fëmijë ka një aftësi që ne duhet ta zbulojmë. Edhe ta zbulojmë atë aftësi dhe të fokusohemi te zhvillojmë atë aftësi. Ta lërim pjesën ku fëmiu ka problem. Injorojeni pjesën që fëmiu ka probleme me socializim. Merruni me atë pjesë që fëmiu ka aftësi, t'ia zhvillojmë atë aftësi, të përshtatet me ne dhe ne nuk duhet ta shikojmë si diçka, si një person i veçantë ose diçka tjetër. Të përfshihemi në inkluzion, t'i mbështesim, t'i ndihmojmë të jenë pjesë e jone. Edhe nëse ata kanë problem në socializim, ne të lehtësojmë të gjejmë një drejtim tjetër që ata të kenë një qasje më të lehtë të socializohen ne dhe ne me ata. Të jenë ta marrin si diçka shumë normale. E di pse për prind nuk është diçka normale, është diçka e vështirë, kanë fëmijët çrregullim në zhvillim, mirë po është diçka shumë okay, është normale, është e vështirë, na duhet t'i ndihmojmë prindrit, ta kenë më të lehtë dhe në çështje në botën e jashtme, jo vetëm në familje, ata t'ia lehtësojnë procesin e jetës. Përndryshe, data 2 prill është caktuar nga OKB-ja për rritjen e ndërgjegjësimit të popullatës rreth autizmit apo çrregullimit bioneurologjik të trurit. Si në shumë vende të botës, edhe në Maqedoni, realizohen fushata sensibilizuese për të shënuar këtë ditë, e cila ka për qëllim edukimin rreth këtij çrregullimi. Autikët zakonisht kanë prirje të veçanta në lëmi të ndryshme, prandaj inkurajimi dhe përkrahja për t'i zhvilluar më tej aftësitë e tyre ndikon pozitivisht në largimin e energjisë negative që mund të kenë të njëjtit.